besueshmëria e shtetit ton para partnerëve ton ndërkombëtar. Në këto 6 muaj, përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisëse nuk dhanë rezultat. Përkundër tentimeve tona të disahershme e shtërruese. Asnjëra nga partitë parlamentare, të cilave u bëm ftesë, nuk ka pranuar të hyjë në marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithse vota e qytetarit kësaj radhe kishte përcaktuar që duhej të kishte një koalicion qeverisës. Po të pranohej oferta jonë për bashkëpunim, sot do të kishim mundësinë të jepnim vendit edhe qeverinë e re të koalicionit, por do të kishim edhe numrat e nevojshëm për të tejkaluar sfidën e zgjedhjes së presidentit, sfidë kjo e cila na pret pas 4 muajsh. Sidoqoftë, si pasojë e mosgatishmërisë nga partitë tjera parlamentare që të marrin përgjegjësinë që u ka deleguar